Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1513, Vasco Nunes de Balboa arrin oqeanin që më vonë do të njihet si Oqeani Paqësor. 1846, forcat amerikane të udhëhequra nga Zachary Taylor pushtojnë qytetin meksikan Monterrey. 1912 u themelua Columbia University Graduate School of Journalism në New York City. 1955 u themeluan forcat ajrore mbretërore të Jordanit. 1959, Solomon Bandaranaike, kryeministri i Sri Lankës, lëndohet rënd nga prifti budist Taldue Somarama, ditën tjetër ndron jetë. 1962, Algjeria formalisht shpall pavarësinë, Ferhat Abbas zgjidhet president. 1970, ndroi jetë Erik Maria Remarque, letrar gjerman. 1976, themelohet grupi i rockut U2. 2003, dridhet toka me intensitet 8 ball të shkallës Richter, afër qytetit Hokkaido, Japoni. 2005, piloti spanjoll Fernando Alonso bëhet kampioni më i ri botror në Formula 1. 2005, u themelua shoqëria stomatologjike shqiptare. 2006, shfaqet premiera e serialit televiziv Heroes.